Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje kudo që ju kanë në taro. Disa nga ju më kanë kërkuar që unë në taro, me kë ka të bëj më shumë gaforja, me kë ka kimi të bëj më shumë, me kush e të req më shumë. Dhe në tarot, gaforja, që është karocieri, që është letra e karocierit, po e marrë këtu, po edhe një, që ta shikoni më mirë, karocieri, tregon letrën e forcës së brendshme, të mbrojtjes, të ndjeshmërisë, që e çon gaforen përpara. Sado që të kërkojnë t'i ndërpresin rrugën, nuk ka shans njeri që t'ia ndërpres atë. Ajo të kujton që unë jam udhëheq i shpirtit tënd, por me disiplinë, me dashuri, që tregon një rrugë shpirtërore për të mbrojtur fitoren dhe durimin e çdo personi. Pra, gaforja është letra në tarot karocieri që tregon forcën, fuqinë e brendshme të gafores. Me kë ka kimi gaforja? Gaforja ka kimi me peshqet. Është dhe letra e hënës, po e lëm këtu. Peshqet është letra e ndjeshmërisë, e ëndrave, e lidhjeve shpirtërore. Kjo është energji që e ndjen pa fjalë, thjesht me intuit, me ndjenja të fshehta dhe kanë një lidhje të fortë telepatie së bashku. Me gaforen këta të dy shenja krijojnë një lidhje pothuajse mistike. Pra, peshqit kanë kimi shpirtërore dhe kjo është një lidhje që ndodh si me energji magjike, me një forcë që vetëm ata të dy e ndjejnë. Të dy janë të ndjeshëm, të butë dhe e kuptojnë njëri tjetrin pa shumë fjalë. Energjia e dashurisë së thellë ndonjëherë është telepatike midis gafores dhe peshqit, por gjithashtu janë dhe shpirtra binjak të ujit për gaforen, peshqit. E dyta, shenja e dytë për gaforen, është akrepi dhe letra e akrepit është letra e vdekjes. Pra, letra e akrepit, që është vdekja, është letra e transformimit dhe e rilindjes për akrepin. Tregon ndryshime të thella, pasione që të djegin dhe ringjallje aty ku ti mendon se ka mbaruar çdo gjë, aty vjen një ringjallje, një transformim shpirtëror. Dhe kur këto dy shenja bashkohen me njëra tjetrën, sjell një dashuri që ndryshon përgjithmonë këto dy shenja. Pra, akrepi ka kimi magnetike me gaforen. Me akrepin kanë pasion, kanë thellësi, por kanë dhe intensitet. Ai që lexon thellë e kupton. Gaforja e qetëson. Kjo lidhje bëhet shumë e fortë, ose kanë shpërthime nga kimia, ose kanë kimi të pamohueshme, sepse kanë një fuqi shumë të fortë brenda tyre me njëra tjetrën. Vem tek shenja e tretë, që është Demi, dhe kemi letrën e Hierofandit. Hierofandi na tregon një prift të lartë, karta e besimit, e përkushtimit, e stabilitetit. Demi dhe gaforja bashk krijojnë një bazë shumë të fortë me njëra tjetrën, një dashuri që ndërtohet në respekt dhe në siguri. Pra, Demi aktualisht ka kimi të qëndrueshme me gaforen. Demi i jep gafores stabilitet dhe përkëdheli. Gaforja i jep dashuri, familje dhe ndërtojnë së bashku atë që zgjat përgjithmonë. Të dy këto shenja japin ngrohtësi, familje, qetësi shpirtërore dhe prekje të paimagjinueshme dhe një qëndrim të fortë në marrëdhënien e tyre. Vem tek shenja tjetër, që është Virgjëresha. Dhe Virgjëresha ka letrën e Hermitit. Është energji e bukur, pavarësisht se Virgjëresha shumicën e kohës është vetë, por është një energji që reflekton dhe është urtësia dhe shërimi i qetësisë së thellë. Kjo midis gafores dhe Virgjëreshës ka një lidhje më të qetë, më të thellë dhe shpesh këta rritin partneritetin që i rrit shpirtin të dyjave shenjave.
Pra, Virgjëresha me gaforen kanë kimi praktike. Virgjëresha e kupton shumë mirë gaforen nëpërmes kujdesit, ndihmës së përditshme dhe kanë të dy një lidhje që rritet përmes mbështetjes dhe mënyrës së komunikimit dhe mirëkuptimit me njëri tjetrin. Të dyja këto shenja janë që nuk është gjithmonë një pasion i çmendur, por ka besim dhe përkushtim në të dyja shenjat së bashku. Dhe vem tek shenja e fundit që është imperiori, perandori. Perandori është letra e forcës, e autoritetit dhe e pasionit që tu dhe heq kudo që vete. Letra që na tregon perandori na thot: kur përplaset butësia e gafores me dashin, krijoj në kimi të fortë, por ka përplasje të karaktereve të tyre. Pra, dashi ka kimi të papritur. Dashi e ndez gaforen, ka shumë pasion, por edhe shumë prova. Nëse ju mësoni të mos digjni njëri tjetrin me impulsivitetin që kini, kjo dashuri mund të lindë dhe dashuri që transformon të ardhmen tuaj. Pra, gaforja ka kimi shumë të fortë me peshqit, akrepin dhe demin, që ka një kimi që nuk mund t'i ndaj dot sepse janë shenjat e ujit, por gjithashtu ka dhe shenja që japin ndjenjen e shtëpisë, i japin kombinim personal që është dhe britsjapi që mund t'i japë një lloj kimie, okay? Një lloj kimie. Por gjithmonë jemi tek shënimet personale, domethënë te kimia juaj. Ju si gafore keni karrocierin e të udhëhequr nga zemra pa e mbrojtur me armaturë, sepse po ta shikoni s'ka armaturë karrocieri. Dhe ai e ndjek nga ana shpirtit. Nëse bie me peshqit, që është dhëmun, është dashuri që ndodh në shpirt, jo në trup, në shpirt. Nëse ndodh me akrepin, që është letra e vdekjes, është pasion, por dhe transformim. Letra e demit, që është Hierofandi, është dashuri që ndërtoni së bashku jetën dhe këto letra mund t'ju bëj një lexim në netarua tani, një lexim të shkurtër për këtë gjë, nuk e dia kemi kohë pak. Energjia që ju tërheqi ju si shenja, që thash, gaforja me të gjitha shenjat. Letra e parë e karrocierit, e para shfaqjet sepse është shenja juaj, gafore. Tregon kontrollin emocional pas shumë periudhash të lodhshme. Ti tash me di se çfarë do dhe çfarë nuk do. Nuk ka më këtij pas, po duhet të ecësh përpara. Shpirti jot është gati të ecë përpara, por vetëm me paqe, jo me ankth. Letra e dytë na tregon dhëmun. Kjo tregon mister, ndjeshmëri dhe ndjenja të fshehta. Mund të kesh një lidhje që ende e ndjen në heshtje, dhe kjo është një energji që ty të mëson të kesh durim. Mëso të kërkosh shqetësinë te tjetri, bëje dritë brenda vetes dhe të ndihesh sepse ka ndonjëherë mos paqartësi. Kjo letër të tregon dhe të kujton të besosh tek intuita jote. Letra e tretë, letra e vdekjes. Jo, ishim te demi, më falni. Ishim tek letra e Hierofandit, te demi. Letra e Hierofandit, demi, ky është një moment që shpirti jot do stabilitet, ka nevojë për partneritet të sigurt, të thjesht, që s'të lodh me paqartësi. Pra, letra e Hierofandit të thot, universi të shtyn drejt njerëzve që janë të ndeshëm dhe të qartë, jo drejt atyre që të mbajnë në pritje. Pra, ju duhet të ecni përpara, të gjeni qartësi në veten tuaj. Letra e katërt është letra e vdekjes. Letra e vdekjes që tregon, kjo nuk është letër negative, është rilindje për ty. Nga hiri ke rilindur përsëri dhe ky kapitull me të shkuarën tënde po mbyllet plotësisht. Ti po lirohesh aktualisht nga çdo lidhje që të ka mbajtur mbrapa. Pra, pas kësaj fillon dashuri e re që vjen aty kur ti nuk pret asnjë. Pra, mesazhi për ditën e sotme ju tregon, jeni gati për të lënë çdo pasiguri. Zemra juaj nuk është më plag, është dritë që tërheq dashuri të pastër dhe tërheq atë që ty kene pasur nevojë të jetën. Kjo është ai mesazhi i privatit që ka ardhur, cila shenjë ka kimi të përbashkët me gaforen.